Big Brother Kosova, kur Alba pa gjithçka, ironia që zbuloi lojën, çiftin dhe dorën e produksionit në shtëpinë e Big Brother Kosova, ka momente që nuk shpërthejnë me britma, por me fjalë të ftohta, ironi të mbredh dhe shkënim të grumbulluar. Një nga këto momente ishte ai kur Alba pa Limin dhe Dolcen bashkë në dush dhe vendosi të mos reagoj me shpërthim emocional, por me një fjali që tronditi të gjithë shtëpinë, një fjali që nuk ishte as akuzë, as lutje. Por pasqyrë e qartë e asaj që po ndodhte, skena që ndryshoi tonin e lojës, nuk ishte thjesht fakti që Alba i pa bashkë. Ajo që e bëri situatën të rëndë ishte konteksti, historia e saj e ndërlikuar me Limin. Afrimiteti i papritur i Limin me Dolcen dhe ndjenja e qartë se diçka nuk po ndodhte spontanisht, Alba nuk bërtiti. Nuk qau në atë moment. Ajo i pa, u ndal dhe u afrua me një qetësi që në fakt ishte më e frikshme se çdo shpërthim. A cifti marrëm? Bëni si që ju thot produksioni, fjalia që ngriu ajrin, kur Alba foli, ajo tha diçka që askush nuk e priste, a cifti marrëm? Bëni si që ju thot produksioni. Për 3 ditë radhë në dashuri, avash se u këputët. Kjo nuk ishte thjesht tallje. Ishte akuzë e paketuar me ironi. Alba nuk po i akuzonte drejt për ndjenjat e rreme, ajo po vinte në dyshim autenticitetin e gjithë situatës, me pak fjalë. Ajo po thoshte atë që shumë shikues jashtë kishin nisur ta dyshonin, apo luhet dashuria si detyrë loje, Dolce dhe Limini, mes ndjenjave dhe perceptimit publik, Dolce dhe Limini u dukën të befasuar. Jo domosdoshmërisht sepse Alba i pa, por sepse ajo i lexoi kaq saktë. Ata nuk reaguan menjëherë. Heshtja e tyre u bë pjesë e skenës, në Big Brother, heshtja shpesh është pranim i pavetdijshëm ose frikë nga ekspozimi, Dolce u përpoq të mbante qëndrim të ftohtë, ndërsa Limini u duk i pavendosur, sikur po kërkonte fjalët e duhura për të mos e përkeqësuar situatën. Alba, nga e lënduar në ekthjellët, ajo që e bëri këtë moment kaq të fortë ishte fakti se Alba nuk u shfaq si viktimë klasike. Ajo u shfaq si dikush që e kishte kuptuar lojën, fjalët e saj nuk kërkonin përgjigje, nuk kërkonin justifikim, por vendosnin një vijë, ajo po thoshte, unë e shoh çfarë po bëni. Dhe nuk jam më pjesë e kësaj. Produksioni i përmendur pa u përmendur, kur Alba përmendi produksionin, ajo theu një tabu të pashkruar. Banorët rrallëherë e përmendin drejt për drejt rolin e tij në dinamikat emocionale, por Alba e bëri. Dhe kjo ishte goditja më e fortë e saj, ajo nuk po akuzonte hapur askën, por po linte të kuptojë se afërsia mund të jetë e nxitur, momentet mund të jenë të orkestruara, dhe dashuria ndonjëherë shërben për narrativ. Reagimi i banorëve, shok dhe reflektim, banorët e tjerë mbetën të ngrirë. Disa ulën kokën. Disa u përpoqën të qeshnin nervozisht. Të tjerë kuptuan se ajo që u tha nuk ishte shaka, sepse në thelb, Alba kishte ngritur një pyetje që askush nuk donte ta bënte me zë, ku mbaron ndjenja dhe ku fillon loja, publiku, një moment që ndezi debat jashtë shtëpisë. Reagimi ishte i menjëhershëm, disa e duar trokitën Albën për guximin dhe kthjellësinë, disa e panë si të hidhur dhe të lënduar, të tjerë u fokusuan te roli i produksionit, por një gjë ishte e qartë, ky moment nuk u harrua, analizë psikologjike, kur njeriu arrin limitin. Alba nuk reagoi si dikush që iku truri. Ajo reagoi si dikush që kishte kaluar fazën e dhimbjes, kishte kaluar fazën e shpresës dhe kishte arritur te pranimi i ftohtë. Ironia e saj ishte mekanizëm mbrojtës, jo sulm, një pikë kthese për narrativën e sezonit. Pas kësaj skene, Alba u pa ndryshe, Limini dhe Dolce u vunë nën lupë dhe produksioni u përmend pa u parë. Ky ishte momenti kur loja u bë më e hapur, më e rrezikshme dhe më reale. Përfundim, kur Alba i pa Limin dhe Dolcen bashkë dhe tha bëni siç ju thotë. Produksioni, ajo nuk foli vetëm për ta. Ajo foli për të gjithë mekanizmin e Big Brotherit, për kufirin e hollë mes ndjenjës dhe skenarit. Dhe ndonjëherë, fjalia më e qetë është ajo që bën më shumë.
Big Brother Kosova. Kur Eliona foli me zemër dhe Alba u thye përpara të gjithëve, në shtëpinë e Big Brother Kosova ka momente që duken si skena filmi, por që janë më të forta sepse janë reale. Momente ku fjalët nuk janë thjesht tinguj, por goditje emocionale. Një nga këto momente ishte ai kur Eliona vendosi të flasë hapur për ndjenjat e saj ndaj Limit dhe ta bëjë këtë pikërisht në praninë të Albës. Ishte një çast që ndryshoi gjithçka. Eliona, nga vëzhguese e heshtur në protagoniste emocionale. Eliona kishte qenë për një kohë të gjatë një figurë më e qetë, më e tërhequr. Ajo vëzhgonte më shumë se sa fliste, dëgjonte më shumë se sa ndërhynte. Por ndjenjat, kur mbahen gjatë brenda, nuk zhduken. Ato rriten, dhe një ditë, Eliona vendosi të mos I mbante më për vete, me një ton të qetë, por zë që I dridhej lehtë, ajo I drejtohet Liminit dhe I shpreh hapur atë që ndjente, simpati, afërsi, ndjenja që kishin lindur pa plan, por që tashmë nuk mund të fshiheshin më. Ajo nuk bërtiti. Nuk dramatizoi. Ajo foli thjesht, sinqerisht. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin edhe më të fortë. Prania e Albës, heshtja që bërtiste, por ajo që e rëndoi skenën ishte prania e Albës. Alba ishte aty, e ulur, duke dëgjuar çdo fjalë, duke parë çdo shikim, duke ndjerë çdo nënkuptim. Në fillim, ajo u përpoq të mbante qetësinë. Fytyra e saj ishte e ngrirë, por sytë tregonin gjithçka. Ishte ai lloj shikimi ku përzihen tronditja, mosbesimi dhe një dhimbje e papërshkrueshme. Në atë moment, Alba nuk po dëgjonte vetëm Elionën. Ajo po dëgjonte fundin e sigurisë së saj emocionale. Limini në mes, I befasuar, I pavendosur, Limini u gjend në një pozicion të vështirë. Nga njëra anë, një vajzë që I shpreh ndjenjat hapur. Nga ana tjetër, Alba, me të cilën kishte ndarë afërsi, tension, histori dhe emocione të forta. Ai nuk reagoi menjëherë. Heshti. Dhe kjo heshtje ishte ndoshta reagimi më I rëndë për Albën, sepse në Big Brother, heshtja shpesh interpretohet si pranim I mundshëm. Alba, momenti kur I ikën truri, nuk ishte një çmenduri e menjëhershme. Ishte një proces. Një grumbullim emocionesh që kishin kohë që zjenin brenda saj. Ky moment ishte vetëm shkëndija e fundit. Alba u ngrit. Fillimisht foli me zë të ulët, por fjalët I dilnin të prera. Pastaj zëri I u ngrit. Emocionet shpërthyen. Ajo nuk po sulmonte vetëm Elionën apo Limin, ajo po luftonte me ndjenjen e tradhtisë, ndjenjen e ekspozimit publik dhe ndjenjen se po humbiste diçka para syve të gjithëve. Ikën truri nuk do të thotë humbje kontrolli pa arsye. Do të thotë kur zemra nuk arrin më ta mbaj barën që I është vënë. Reagimi I banorëve, shok. Ndarje, pozicionime, shtëpia u nda në sekonda. Disa u afruan te Alba për ta qetësuar, disa e pan Elionën si të guximshme, disa fajsuan momentin dhe vendin e zgjedhur për rrëfimin. Askush nuk mbeti indiferent. Sepse kjo nuk ishte thjesht një histori dashurie. Ishte një përplasje emocionesh reale në një skenë publike. Eliona, guxim apo mungesë ndjeshmërie, publiku jashtë u nda në mendime. Disa I quajtën Elionën të guximshme, sepse foli me sinqeritet. Të tjerë e panë si të pandjeshme, sepse zgjodhi ta bënte këtë para Albës, por e vërteta është më komplekse. Eliona nuk sulmoi. Ajo nuk akuzoi. Ajo foli për veten e saj. Por në një lojë si Big Brother, edhe e vërteta personale mund të bëhet armë pa dashje. Alba, pasqyra e një ndjenje të pambrojtur, Alba doli nga kjo situatë më e lënduar, por edhe më njerëzore. Ajo tregoi atë që shumë njerëz ndjejnë, por nuk guxojnë ta shfaqin: xhelozi, frikë nga humbja, dhimbje nga krahasimi. Ajo nuk luajti rol. Ajo reagoi. Produksioni dhe loja e emocioneve. Produksioni I lejoi këtë moment të zhvillohej pa ndërhyrje. Kamera fokusoi fytyrat, heshtjet, shpërthimin. Dhe publiku pa gjithçka. Ky është Big Brother, një lojë ku emocionet nuk mbrohen, por ekspozohen. Një pikë kthese për të gjithë. Pas këtij momenti, marrëdhënia Alba, Limi nuk ishte më e njëjtë. Eliona nuk ishte më figurë në hije, dhe shtëpia nuk ishte më emocionalisht e qetë. Ky ishte një kapitull I ri, përfundim. Kur Eliona I shprehu ndjenjat Liminit para Albës, ajo nuk hapi vetëm zemrën e saj. Ajo hapi një plagë. Dhe reagimi I Albës nuk ishte dobësi, por dëshmi se ndjenjat janë reale, të forta dhe të rrezikshme kur vendosen në skenë publike. Në Big Brother Kosova, dashuria nuk vjen kurrë vetëm. Ajo sjell gjithmonë pasoja.
Big Brother Kosova, Luanita, limini dhe flirtimi I kamufluar me batuta, sa I mirë je, sa han buk, në shtëpinë e Big Brother Kosova, flirtimi nuk vjen gjithmonë me deklarata të drejtpërdrejta apo me gjeste të mëdha. Shpesh ai fshihet pas humorit, batutave popullore dhe komplimenteve që duken të pafajshme, por mbartin mesazhe të qarta për ata që dinë t'i lexojnë. Pikërisht kështu ndodhi mes Luanitës dhe Limit në një bisedë që ndezi kurreshtjen e banorëve dhe të publikut. Sa I mirë je, sa han buk, kompliment apo kod, kur Luanita I drejtohet Limit me fjalët sa I mirë je, sa han buk, ajo nuk po bën thjesht një shaka. Kjo është një shprehje popullore që përdoret për të theksuar thjeshtësinë, edukatën dhe mirësinë e përditshme të një njeriu në kontekstin e shtëpisë, ku çdo fjalë peshohet, kjo fjalë I tingëllon si kompliment I ngrohtë, I thënë me buzëqeshje dhe lehtësi. Luanita e vendos Limit në një dritë pozitive, duke e portretizuar si djalë të rregullt, të sjellshëm dhe të shtëpisë. Shkon lan pjatën, lugën, portreti I djalit ideal. Biseda vazhdon me një tjetër detaj domethënës, shkon lan pjatën, lugën. Në pamje të parë duket si një koment banal për punët e shtëpisë. Por në realitet, kjo është një vlerësim I karakterit. Në një ambient si Big Brother, ku bashkëjetesa I nxjerr në pak detajet më të vogla. Ky kompliment tregon se Luanita e vëre sjelljen e Limit dhe e vlerëson atë. Ky lloj vlerësimi shpesh përdoret për të testuar reagimin e tjetrit. A do ta marrë si shaka, a do ta pranoj si kompliment, apo do të kthej flirtin, je djalë king. Ngritje statusi në lojë, kur Luanita e quan Limit djalë king, ajo bën diçka më shumë se sa ta lavdëroj. Ajo I rrit statusin brenda bisedës dhe, në mënyrë indirekte, brenda shtëpisë. Ky është një kompliment modern që përmbledh vetbesimin, prezencën dhe aftësinë për të dalluar në një lojë ku perceptimi është gjithçka. Fjalë të tilla kanë peshë. Limini kundërpërgjigjet, pyetja që ndes dyshimet. Limini, I cili nuk është I panjohur me lojën e nënkuptimeve, nuk e lë bisedën të kalojë pa reagim. Me një ton gjysmë shakaje, gjysmë provokimi, ai I kthen, apo të pëlqen Limini edhe ty, Luanita? Kjo pyetje është një lëvizje e zgjuar. Ajo e zhvendos fokusin të ndjenjat, e vendos Luanitën në qendër të vëmendjes dhe hap një derë për interpretime të reja. Nuk është një akuzë, por as një pyetje e pafajshme. Është një test, reagimi I Luanitës, arti I mosthënies. Ajo që e bën këtë moment interesant është mënyra se si Luanita nuk jep një përgjigje të prerë. Ajo vazhdon me humor, duke e mbajtur bisedën të lehtë dhe duke mos e mbyllur derën. Por as duke mos e hapur plotësisht. Kjo është një strategji klasike në Big Brother, të mos ekspozosh ndjenjat, të mos krijosh varësi, por të mbash gjallë kurreshtjen. Reagimi I banorëve, vëzhgues dhe komentues. Banorët e tjerë e vunë re menjëherë këtë shkëmbim. Disa qeshen, disa shkëmbyen shikime, të tjerë nisën të spekulojnë, a ka simpati të fshehtë, apo është thjesht lojë sociale, apo ndërtohet një dinamikë e re në shtëpi. Në Big Brother, edhe një kompliment për pjatat mund të bëhet temë diskutimi. Publiku dhe interpretimet. Jashtë shtëpisë, publiku u nda në mendime. Disa e pan Luanitën si të zgjuar, që di të flirtoj pa u ekspozuar. Disa e pan Limit si provokues, që di ta kthej bisedën në avantazhin e tij. Të tjerë e shijuan thjesht si një moment të bukur, njerëzor dhe argëtues. Analizë psikologjike, flirti but në një ambient të fortë. Ky shkëmbim tregon se flirtimi në Big Brother nuk është gjithmonë I drejtpërdrejtë. Ai shpesh është I mbështjellë me humor, I fshehur pas shprehjeve popullore dhe I mbajtur pezull për të mos rrezikuar lojën. Luanita dhe Limini treguan se dinë të luajnë me fjalët, pa I kaluar kufit, duke krijuar një moment që mbetet gjatë në mendjen e shikuesit. Përfundim, sa I mirë je, sa han buk, shkon lan pjatën, lugën, je djalë king dhe pyetja apo të pëlqen Limini edhe ty? Nuk janë thjesht fjali. Janë copëza të një loje sociale, ku çdo fjalë ka peshë dhe çdo buzëqeshje ka kuptim. Në Big Brother Kosova, ndonjëherë flirtimi më I fortë është ai që nuk thuhet kur hapur. Ah more Limi, ka me të prit tymi, kur labi e tallet dhe Limini kundërpërgjigjet. Drama e batutave në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, jo çdo përplasje ndodh me britma apo lodh. Disa nga momentet më të forta lindin nga fjalët, nga batutat, nga ironia e hollë dhe nga tallja që djeg më shumë se çdo debat I hapur. Pikërisht kështu ndodhi mes Labit dhe Limit, dy karaktere krejt të ndryshme, por të destinuar të përplasen. Labi, mjeshtri I thumbit dhe talljes. Labi është ai banor që nuk ka nevojë të ngrejë zërin për të dominuar një situatë. Ai përdor ironi, batuta të shpejta, shprehje popullore që godasin drejtën e ego.
Kur labi i drejtohet Limit me fjalët, more Limi, ka me të prit tymi, nuk është thjesht një shaka. Është një paralajmërim i mbështjellë me humor, një mënyrë për t'i thënë se loja nuk është aq e thjeshtë sa duket dhe se pas çdo veprimi ka pasoja. Kjo fjali u përhap shpejt në shtëpi. U përsërit nga banorët dhe u kthye në një frazeologji tipike të këtij sezoni. Limini, ego, vetbesim dhe kundërpërgjigje, por Limini nuk është nga ata që rrinë në heshtje. Ai ka një stil tjetër, vetbesim të lartë, gjuhë të drejtë për drejtë, fraza që synojnë të tregojnë dominim, kur ai ja kthen labit me "të kam si pul të pjekur". Mesazhi është i qartë, nuk më tremb, nuk më lëviz nga pozicioni dhe e kam situatën nën kontroll. Kjo shprehje, e thënë me buzëqeshje gjysmë serioze, gjysmë tallse, ndezi atmosferën në shtëpi. Disa qeshën, disa u shtangën, të tjerë filluan të marrin anë, një duel fjalësh, jo grushtash. Ajo që e bën këtë përplasje interesante nuk është agresiviteti, por lufta psikologjike. Labi nuk sulmon drejt për drejt, por godet me nënkuptime. Limini nuk tërhiqet, por përpiqet të tregojë epërsi me shprehje popullore që duken të forta. Kjo krijon një dinamik ku çdo fjalë peshohet, çdo batut interpretohet, çdo buzëqeshje fshen një mesazh. Reagimi i banorëve, argëtim dhe tension, banorët e tjerë u shndërruan në spektator të këtij dueli verbal. Disa e panë si humor të pastër dhe argëtim, disa të tjerë e ndjen tensionin që po rritej, disa nisën të spekulojnë. Kush po e ka vërtet pulën e pjekur? Në kuzhinë, në obor, në dhomën e ndenjës, frazat u përsëritën, u shtrembëruan, u kthyen në shaka të brendshme të shtëpisë. Publiku, kur batutat bëhen virale, jashtë shtëpisë, publiku reagoi menjëherë. More Limi, ka. Me të prit tymi u kthye në meme, të kam si pul të pjekur u përdor si kundërpërgjigje perfekte në rrjetet sociale. Këto shprehje tregojnë pse Big Brother funksionon. Njerëz të zakonshëm. Fjalë të thjeshta, por ndikim i madh emocional dhe kulturor, analizë psikologjike, kush e ka epërsinë, labi përdor presionin e padukshëm. Ai fut dyshimin, i lë fjalët pezull dhe i lë të tjerët të mendojnë. Limini përdor vetë deklarimin e forcës. Ai flet hapur, shprehet drejt për drejt dhe përpiqet të mbyll diskutimin me një fjalë të fortë. Pyetja që lind është, a fiton ai që flet më fort, apo ai që e lë tjetrin të dyshojë? Një episod që pasuron lojën. Ky shkëmbim fjalësh nuk ishte thjesht një moment humori. Ishte ndërtim karakteresh, vendosje pozicionesh, paralajmërim për përplasje të ardhshme në Big Brother Kosova. Shpesh batutat janë më të rrezikshme se nominimet. Përfundim, more Limi, ka me të prit tymi dhe të kam si pul të pjekur janë më shumë se fjali. Janë simboli këtij sezoni, dëshmi se loja nuk luhet vetëm me strategji, por edhe me gojë të mprehtë, nerva të forta dhe ego që nuk lëkundet lehtë. Dhe në këtë shtëpi, tymi shpesh vjen pikërisht atëherë kur mendon se gjithçka është e qetë.